أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimet dhe madhrimet janë për Zotin xhaleshanahu. Atë e falenderojmë për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut që të na pranojë agjërimin e kësaj dite dhe çdo vepër të mirë. Po ashtu i lutemi Allahut që të na falë çdo gabim dhe mëkat, të na pastrojë tërësisht. Falenderojmë Allahun i cili na bëri të mundur të agjërojmë këtë ditë. Dhe i lutemi Allahut që të na mundsojë ta përfundojmë deri në fund. Elam tek zakati pra. Jemi tek zakati i mallrave tregtare dhe kushtet që duhet plotësojnë mallrat tregtare për të dhënë zakatin. Elementi i shitblerjes dhe qëllimi i tregtisë për të bërë elementi i shitblerjes pra dhe qëllimi i tregtarit për të bërë tregti. Në mënyrë që të jepet zakat për një mall, ai mall duhet të tregtohet. Duhet të jetë mall që është marrë për qëllim tregtie. Pra, të shitet ose të blehet. Nëse një person e blen, e magazinon mallin për të bërë tregti, ai duhet të jap zakat për të. Pra, ka bler një mall caktuar, e ka fut në magazinën e tij, edhe me qëllim për ta shitur më vonë. Në këtë rast, ky person duhet të japë zakat për mallin që ka grumbulluar. Nëse nuk plotësohet njëri nga këto element, atëherë nuk jepet zakat për këtë mall. Nëse dikush synon të bëjë tregti, por nuk ka mall, ai nuk ka detyrë normalisht të japë zakat. Nëse një person ka mallin dhe i ka plotësuar kushtet, mirë po malli i tij nuk ka qarkulluar apo nuk ka shitur vetëm aq sa mbulojnë shpenzimet dhe nuk ka fitim apo tregu është i paqëndrueshëm, tregtari jep zakat vetëm për fitimin dhe jo për kapitalin që ka. Pra nëse ai ka grumbulluar me qëllim për të shitur, por nuk e ka shitur të gjithë mallin, ai do të japi zakat vetëm për atë pjesë që ka shitur, sepse tjetra është e pashitur. Ibn Abasi radhiyallahu anhu ka thënë, nuk ka ndonjë problem që tregtari të presë derisa të shitet malli, mirëpo të mos harrojë se zakati i tij është vajib. Pra ndoshta nëse ai është eftarsyeshme, mund të presi derisa ta shesë të gjithë mallin me qëllim për ta dhënë zakatin. Kjo lejohet, por thot mos harroj sepse e ka detyrë zakatin atij mallit që ka blerë për tregti. Pra duhet që elementi i parë të jetë elementi i shitblerjes dhe të kesh qëllim për të bërë tregti me atë mall. E dyta është malli të ketë kaluar në pronësi me anë të një shitblerje. Pra ti ta kesh blej atë mall. Pra ti të bën pronë e jotja. Nëse dikujt i bëhet dhurat diçka apo e përfiton me forma të tjera përveç tregtisë, ai nuk ka detyrë të jap zakatin për këto gjëra. Pra po bëhet fjalë për mallrat tregtare. Duhet që personi të ketë blej me qëllim për të shitur. Pejgamberi selam ka thënë, pra i urdhëronte që të jepnim zakat për çdo gjë që e përgatisnim për shitblerje. Pra, kjo është element tjetër i rëndësishëm, elementi i shitblerjes. Edhe ti ta kesh blej atë mall me qëllim për ta shitur. Nëse dikush ta ka dhuruar apo e ke përfituar me një gjë tjetër, nuk është detyrë për të dhënë zakat, sepse ti nuk e ke qëllim për ta shitur pastaj. Një element tjetër ose një kusht tjetër që duhet të plotësojnë mallet tregtare është zakati jepet vetëm një herë. Kur mallrat tregtare janë të lëvizshme, siç është gjëja e gjallë, në këtë rast nuk jepet 2 herë zakat për to, por jepet vetëm një herë. Nëse gjëja e gjallë arrin masën e përcaktuar, për shembull 40 dele, megjithëse ato janë për tregti, zakati i tyre nuk jepet si zakat për mallrat tregtar, por si zakat i gjës së gjallë. Pra jepet vetëm një herë. Nëse gjëja e gjallë nuk e arrin masën e përcaktuar, për shembull kemi 35 dele, atëherë për llogaritja bëhet sikur ato të jenë mallra tregtare. Por nëse ke arritur mbi 40 dele, do e japsh si zakat normal, një herë në vit. Nëse ajo është më pak se 40, mund ta fusësh te kjo zakati i mallrave tregtare, sepse ti e ke për të shitur dhe për të blerë. Një element tjetër është që thotë nuk ka zakat për makineritë që përdoren për prodhimin e mallrave apo mjeteve që mbajnë mallrat. Pra për makineritë që prodhojnë mallra për të shitur.
Pra, sepse ti do të paguash zakat për mallrat që tregton, ndërsa për makineritë nuk ka zakat. Pra nuk jepet zakat për veglat e punës dhe ambientet aktiviteteve tregtare. Ti ke marrë për shembull magazin me qera ose një ambient të madh, nuk do japsh zakat për vendin, as nuk do të japsh zakat për makineritë. Por ti do të japsh zakat vetëm për mallrat tregtare. Aliu radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka zakat për lopët e punës, siç thamë. Pra, për mjetet e punës. Këtu futet pastaj lopët, futet makineritë e ndryshme, bëhet analogjia, pra krahasim. Si duhet ta jap zakatin tregtari? Tregtari musliman duhet të përcaktojë një ditë në vit për të dhënë zakatin e mallrave tregtare. Ai e bën për llogaritjen në këtë formë. Pasi inventarizon, pra i bën atë llogaritjen, çdo mall që ka në gjendje, i llogarit të gjitha me çmimin e tregut. Shton edhe paratë që ka në gjendje, për shembull llogarit, taksat, borxhet dhe detyrimet që ka ndaj të tjerëve. Pas këtij operacioni, ai jep zakat 2.5% e shumës së mbetur. Pra është shumë e rëndësishme edhe një herë, si duhet ta jap zakatin tregtari, ai person që merret me tregti. Tregtari musliman duhet të përcaktojë një ditë pra në vit për dhënien e zakatit të mallrave tregtare. Ai duhet bëjë këtë llogari. Pasi i bën atë inventarizimin të gjithë mallit që ka në gjendje, i llogarit të gjitha me çmimin e tregut aktual, i shton edhe paratë që ka në gjendje, se mund të ketë edhe para tjera, ka mall edhe para. Normal bën llogaritin e taksave, të borxheve, detyrimeve që ka ndaj tjerëve, ndaj shtetit të tjerë. Pastaj i jep zakatin e 2.5% të asaj që ka në gjendje, të mallrave edhe të parave që ka pas. Pasi i ka shlyer të gjitha detyrimet tjera. Pra i shlyen tregtari duhet i shlyejë të gjithë detyrimet. Edhe shikon sa malli ka ngel, edhe bën llogaritin e këtij mallit. Ky mall e bën $10.000 për shembull. Sa para ka në gjendje, ka edhe 10.000 të tjera. Atëherë ky duhet t'japi zakatin e $20.000 2.5%. Zakati i industrive prodhuese. Një grup dietarësh bashkëkohor janë të mendimit se zakati për industritë prodhuese, si atë të lehtë ashtu edhe ato industritë e rënda, është detyrim dhe ky është mendimi më i drejtë. Pra ka tregtar që prodhojnë mallra me industri të rëndë apo të lehtë. Zakati për këto industri është e detyrueshme. Mënyra e dhënies së zakatit për industritë prodhuese janë: zakati mund të jepet njësoj siç jepet zakati i mallrave tregtare që shpjeguam, ose zakati mund të jepet vetëm për fitimin nga industria. Pra jepet si zakat 2.5% e fitimit dhe nuk pritet që të kalojë një vit kohor tek industria e ndërtimit, industria e prodhimit, Pra ose jepet zakat njësoj si për mallrat tregtare, ose thot duhet t'japsh 2.5% të fitimit pa kaluar një vit. Zakati për fermat bujqësore jepet vetëm për fitimin, pra duke zbatuar rregullin 10% ose 5% sipas rasteve të përmendura tek tema e zakatit prodhimeve bujqësore. Pra nëse prodhimet bujqësia është vaditur nga shiu, do t'japsh 10% të prodhimit. Nëse ti e ke vaditur dhe ke bërë gjithë shërbimet në vet, do japsh 5% të vlerës së prodhimit. Në të tre rastet e përmendura është kusht që mallrat të arrijnë sasinë e përcaktuar dhe pasi bëhen llogaritjet, pra fitim humbje, jepet zakati për mallrat industriale. Kemi edhe zakat për pasuritë nën-toksore, të mineraleve, të naftës, të thesareve të tjerë, pra i ka shpjeguar të gjitha me detaje.
Më shumë po? Dhënia e zakatit para koha. Pra a mund është të japësh zakatin para koha apo jo? Duhet ta dim se lejohet të jepet zakat një vit, 2 apo 3 vite para se të plotësohet nisabi, apo para se të kaloj viti hënor. Ky veprim është shenjë se besimtari nxiton për ta bërë atë lloj adhurimi. Pra ti mundesh me dhënë zakatin edhe para kohë, për shkak të përkushtimit të devotshmërisë që ke, edhe do të jesh i qetë me veten tënde, do të më dhën para kohë. Mund ta japsh edhe 2 vite para kohë. Sepse ti e di nëpërcisht se un, për shembull, çdo vit e kam fitimin $20,000, pra si shembull, edhe ti mund ta japsh zakatin e 2 viteve rresht para kohë. Allah i madhruar thot: bëni gara për punë të mira. Të gjithë do të kthehemi tek Zoti xhaleshanu. Pra ky është argumenti që e lejon dhënien e zakatit para kohë, për shkak të devotshmërisë dhe për kushtimin që ke ndaj Zotit. Abasi radhiyallahu anhu i ka kërkuar pejgamberit alayhisalatu wasalam që ta jap zakatin para se të plotësohet viti hënor, si shenjë e garimit për punë të mirë. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam ja ka lejuar atij një gjë të tillë. Pra mundesh me e dhënë zakatin edhe para kohë. Inshallah, nesër do të flasim që është shumë e rëndësishme, kush janë kategoritë që përfitojnë nga zakati. Pra kujt duhet t'ia japim zakatin? Edhe i ka përmendur të gjitha grupet me detaje. Subhanakallahumma bihamdika.